Përshëndetje Ermal, a u dha masa sigurisë cila është ajo dhe çfarë akuzash janë nga prokuroria? Atëherë Neta sapo ka përfunduar masa e sigurisë për 2 persona të arrestuar, për bëhet fjalë në fakt për Sabanuzin dhe Samet Lokën. Të dy këta persona kanë dalë ditën e sotme përballë gjykatës, ku gjykata e posaçme ka caktuar apo ka lënë në fuqi masën e arrestit në burg për Sabanuzin, i cili cilësohet nga ana e prokurisë së posaçme si personi që në këmbim të 50.000 euro të dhëna nga Aurel Hoxha ka kryer ekzekutimin e Klevis Leshit, ngjarja që ndodhur në vitin 2020. E nga ana tjetër është caktuar masa e arrestit shtëpiak për Samet Lokën, për të cilin prokuroria e posaçme ka dyshime se është i përfshirë në akuzën e pastrimit të parave. Nga ana tjetër, në kërkim është shpallur Aurel Hoxha, i cili dyshohet si drejtues i grupit kriminal që siguronte kryesisht para nga aktiviteti kriminal i trafikimit të lëndëve narkotike të kryera nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të atyre të Bashkimit Evropian, dhe shumët e parave sipas prokurisë së posaçme i ka investuar kryesisht në pasuri të paluajshme këtu në vendin tonë apo edhe në biznese, ndërsa një pjesë të tyre ka bërë të mundur për të krijuar një grup të strukturar kriminal me qëllim ekzekutimin e Klevis Leshit. Kështu thuhet të paktën në njoftimin zyrtar të prokurisë së posaçme. Nga ana tjetër, ky i fundit për Aurel Hoxha rezulton i shpallur në kërkim, ndërsa një tjetër person i cili është arrestuar është shtetasi Sajmir Kalaveri, për të cilin prokuroria e posaçme ka dyshime se është personi që ka ndërmjetësuar mes Aurel Hoxhës dhe personave të tjerë për të krijuar grupin kriminal dhe me qëllim ekzekutimin e Klevis Leshit. Është personi i cili ka bërë ndërmjetësimin për shumën e parave për 50.000 euro, e cila i është dhënë Sabanuzit, kur ky i fundit në fakt në seancën e ditës së sotme të zhvilluar me dyert të mbyllura këtu në gjykatën e posaçme, ka mohuar të ketë marrë pjesë në vrasjen e Klevis Leshit, ngjarje që ndodhur në vitin 2020. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme pretendon se këta persona në kuadër të një grupi të strukturar kriminale kanë kryer vrasjen me urdhër të Aurel Hoxhës, i cili rezulton i shpallur në kërkim, kjo me qëllim pasi ai dyshonte se të afërm të Klevis Leshit kanë kryer vrasjen e vllajt të këtij të fundit në vitin 2012 në shtetin Anglisë.